Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbrojti sërish vendimin e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha cilësoi këtë vendim në përputhje me kushtetutën, duke replikuar me kryeministrin Edi Rama, pasi sipas tij nuk ka asnjë opinion të Komisionit Venecias kundër pezullimit ministrave. Një gjykat ka marrë në hetim dhe më pas ka ngritur akuzë padi penale ndaj një ministri për një aferë në të cilën shqiptarët humbën 97 milion euro, por në dokumentat bazë 50 milion euro. Antidemokratike do t'ishte në rast se nuk do guxonin apo do injoronin këtë super skandal të Belinda Ballukut. Komisioni i Venecias ka qartësuar se pezullimi nuk shkel, nuk cenon kushtetutshmërinë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po bën deklarata të pavërteta në lidhje me qëndrimet e Komisionit Venecias për çështjen e pezullimit ministrave. Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje palujoshme e kufirit darës midis pushteteve. Më herët Berisha paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitja. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha, i cili është një prej politikanëve që ka sulmuar marrë për drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, preferoi të shmang të komentet për zgjedhjen e pasuesit të tij pas pak ditësh. Uroj që të jetë i pakapur nga krimi siç ishte Altin Dumani. Uroj që të jetë i pakapur. Kaq. Dhe absolutisht unë mbështes dhe njerë çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues, çdo polic dhe cilin do që zbaton ligjin.